Plazhi i madh i Ulqinit, shqiptarët e Shteteve të Bashkuara, letër publike presidentit të Malit të Zi. Komuniteti shqiptar amerikan ka adresuar një letër publike presidentit të Malit të Zi, Milojko Spajić, duke shprehur shqetësime të thella lidhur me projektin e shumë debatuar të zhvillimit të zonës turistike Velika Plazha, plazhi i madh në Ulqin. Me këtë letër, komuniteti thekson rëndësinë e ruajtjes së transparencës institucionale, përfshirjes së pushtetit vendor dhe respektimit të drejtave të pakicës shqiptare në procesin e vendimarrjes. Shqetësimi i tyre lidhet veçanërisht me faktin se marrëveshjet e nënshkruara së fundit ndërmjet Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara janë aprovuar në mënyrë të përshpejtuar dhe pa konsultim publik, duke përjashtuar aktor lokal si Komuna e Ulqinit, qytetarët dhe ekspertët mjedisor. Letra thekson se procedurat e ndjekura për zhvillimin e projektit bien ndesh me ligjet kombëtare të Malit të Zi, përfshir aktin e planifikimit hapësinor dhe ligjin për pronën shtetërore, si dhe me angazhimet ndërkombëtare të vendit në kuadër procesit të integrimit evropian. Në veçanti përmendet mospërfillja e pranimit të subsidiaritetit dhe centralizimi i autoritetit përmes ligjit për burimet detare, që dobëson rolin e vetë qeverisjes lokale dhe minon të drejtat e komunitetit në Ulqin. Në vëmendje veçantë kushtohet rëndësisë ekologjike dhe kulturore të plazhit të madh, i cili përfshin zona të ndjeshme si Ada Bojana dhe Salina e Ulqinit, të njohura për biodiversitetin dhe trashëgiminë natyrore. Zhvillimi pa mbrojtje të forta mjedisore dhe pa përfshirje të drejtë për drejtë të banorëve vendas, sipas komunitetit shqiptaro-amerikan, përbën rrezik për dëme të pathyeshme si në aspektin ekologjik dhe atë kulturor. Në këtë kontekst, komuniteti shqiptar-amerikan i paraqiti 3 kërkesa konkrete drejtuar presidentit Spajić, pezullimin me njerëzim negociatave për projektin derisa të përfshihen në mënyrë kuptim plot qeveria komunale e Ulqinit. Kryerja e auditimeve të pavarura dhe gjithëpërfshirëse për të analizuar aspektet ligjore, mjedisore dhe sociale të projektit, si dhe përputhshmërinë me standardet e BE-s, rikonfirmimin publik të angazhimit qeverisë malezeze për respektimin e të drejtave të pakicave kombëtare për qeverisje transparente dhe për autonomi komunale, në përputhje me konventat ndërkombëtare dhe legjislacionin vendor. Kjo është firmosur nga Albanian American Culture Foundation, nënshkrues Cafo Boga, Sado Dollaku, Mark Gjonaj, Sabri Gjoni, Richard Lukaj, Nik Markola, Etrita Ibroci, Nasser Çobi. Supportës janë shoqatat Federata Vatra, Këshilli Koordinuesit Diasporës, Albanian American Association Ulqini, Chicago Albanian American Association Ulqini, New York Albanian American Association Incorporated, Albanian American Culture Foundation, Albanian American Humanitarian Fund, Troje Tona, Don John Buzuku Association, Chicago, Don John Buzuku, New York, Fondacioni Don Simon Filipaj, Fondacioni Hoti Kujit, Fondacioni Plav Guci, Fondi Humanitar Rapsha, Germin, Lukaj Foundation, Shoqata Ana e Malit, Shoqata Detare Malësia e Madhe Michigan, Shoqata Besit, Shoqata Jona e Malësisë, Shoqata Kraje, Shoqata Koja, Shoqata Malësia e Madhe Kaliforni, Shoqata Malësia e Madhe New York, Trieshi, Humanitarian Fund.